centralizuar, gjeshte një protestë madhështore që përkonte dhe me shpalljen e pavarësisë. E sigurisht ata që kishin kontribuar, disa janë të vrarë dhe disa janë në Hag. Pra, makineria ushtarake, Slobodan Miloševićit ka bërë mira krime, ka bërë mbi 100 vrasje masive, ka përdhënuar mbi 20.000 gra dhe vajza, mbi 3.000 dëshmorë, mbi 12.000 të vrarë civil, 1.600 të zhdukur, 1.432 fëmijë. Ka dëbuar me operacionin Patkoj 800.000 shqiptarë të Kosovës, zotëri. Pra, kjo është genocidi. Dhe historikisht, ata se kanë majtë përgjësi. Edhe se kthehemi në histori, ashtu kanë shpopulluar Sanxhakun e Nishit në vitin 1878-881, mbi 700 fratra janë shpërngul me dhunë, mbi 70.000 vjetë janë vrarë. Ashtu ka bërë dhe pas luftës të dytë. Ka shpopulluar në Vipazarin, rreth 400.000 shqiptarë janë shpërngul, shku në Sambal, me operacionin Pyka Shqiptare të Çubrilleviçit, dhe sigurisht pra ata kanë patur si udhëheqjet të veprimeve të tyre filozofinë e Dobrica Ćosićit. Gjera Qeku është serbi i fundit, është shtetim dhe të zhdukim çdo qenie njerëzore që ndamarrët e saj nuk ka gjak, e serb. Pastaj kemi doktrinat e Çubrilleviçit, Ivan Ndriçit, Ćosićit, pastaj kemi marrëveshjet e Rankovićit me Ahmet Çubrillin për shpërnguljen 52-56, gjithmonë kanë bërë pra shpërngulje masive, dëbime, genocid. Ashtu siç kanë bërë dhe me masakrën e Bihorit në vitin 1943, është masakër para masakrës të Srebrenicës, pra Srebrenica e fare, janë 9.200 vetë të vrarë, pra të vrarë në mënyrën më barbare. Askush s'ka banë përgjegjësi. Përkundazi kriminalët e luftës që i kanë udhëhequr, Gjuriqiçi dhe Draža Mihajlovići janë amnistuar. Draža Mihajlovići sot ka zotëri, ka shtatore në Beograd. Kjo është e turpshme pra. Pse a kanë majtë përgjegjësi për masakrën e Tivarit? Mira vetë janë zhduk, a kanë majtë përgjegjësi të tjerë të vëllezërit e tyre greket për masakrën e Çam, kundër popullsisë Çam? Asnjëherë. Pra, ky është një gabim i rëndë që po bën edhe Evropa, sepse Evropa po hesht zotëri. Po hesht. Dhe është shumë e rëndë, shumë e turpshme, që në emër të popullit të Kosovës, sepse gjykata është themeluar në Parlamentin e Kosovës, dhe Parlamenti i Kosovës ka themeluar këtë gjykatë dhe Parlamenti i Kosovës ka dalë nga vota e popullit të Kosovës. Dhe në emër të popullit të Kosovës jep vendim për çlirimtarët. Kjo s'ka që me të rëndë, sepse e theksoj edhe një herë, makineria ushtarake e Çengizkanit Ballkanit Slobodan Miloševići ka bërë masakrat më të njerëzore, 100 masakra. Ata i cituan edhe sot Likoshtanit, janë masakra tjetër e Izbicës, masakra e Erçakut, me masakrën e Erçakut do bëhet film. Dhe ne kemi patur alat në betejën tonë historike, që nga viti 1918, pra pas luftës parë botërore që u mlodh pastaj konferenca paqes në Paris, kemi patur vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Wilsoni, që është arkitekti i parimit në vetëvendosjes, thotë asnjë popull nuk mund të qëndrojë nën sovranitetin e atij që nuk dëshiron. Pastaj kemi presidentin tjetër. Pa do të ishte me vend reagim ndoshta? I cili thotë, presidenti në vitin 1903, i cili thotë, ata që nuk mbrojnë herojt e vet, harrohen, popujt që nuk mbrojnë herojt e vet, harrohen vet. Pra, dhe tek po vija këtu, gërmova në kujtesën time dhe gjeta një shprehje shumë interesante të arkitektit ndarjes së pushteteve, që është autori i frymës së ligjeve, Montesquieu, i cili thotë, tirania më e madhe është padrejësia në emër të ligjit e nën hijen e drejtësisë. Pra, tani ata thonë, po flasim në emër të ligjit, në emër çet ligj. Jo zotëri, ti s'mund të marrësh vendim në emrin tim. Se sot çdo shqiptar është UÇK. Çdo shqiptar është UÇK. Dhe tani kemi sepse ne kemi parë edhe historitë e popujve të tjerë. Po, para se shkojmë atje, ndjes, ideja është dhe pyetja kryesore është kjo, çfarë ndodh në këto kushte kur po themi duket që drejtësia nuk është në krahun e ish-krerëve të UÇK-s. Kemi patur kjo është prokuroria. Dakor. Në rregull, po, atë për ta korrigjuar. Krimet janë. Po dua të them këtë gjë, a do ketë një reagim se nuk e bëj pa qëllim të pyetje. Ditën e dieshme, një ndër ish-anëtarët e UÇK-s ka deklaruar që
do të ketë një situatë, ndoshta kjo ishte në një formë mesazhi apo në thonjza kaotike dhe reagimi kundër kësaj gjëje. Pra çfarë do duhet të bëjmë ne si popull dhe si politik në raport me këtë gjë? Simboli i të drejtave të njeriut, Martin Luther Kingu na ka dhënë një postulat. Pa drejtësia, kudo është kërcënim për drejtësinë gjithkund. Kjo është një padrejtësi shumë madhe, sepse e kemi thënë dhe herën tjetër, është një akt akuzë ndërmarrje e përbashkët kriminale. Si është ndërmarrje e përbashkët kriminale, që përgjegjësia është individuale zotëri. Si është ndërmarrje e përbashkët kriminale? Ata kanë bërë një kurth. Dhe kurthi është ky, sepse